Kush e kishte menduar, qepët e reja shërojnë në këto probleme shëndetësore. Qepët e njoma nuk duhet të mungojnë në tryezë, sidomos kur ato janë të stinës. Pranvera është stina e përsosur për të përdorur këtë perim pasi tregu është i bollshëm me të gjitha dhe gjenden me çmimet e tyre më të lira. Këto perime jo vetëm që japin ushqimeve shumë shije, por janë të mbushur me vitamina dhe minerale që i bëjnë mirë shëndetit. Qepët e njoma janë tepër efektive kundër të ftohtit, dhimbjeve të kokës, ndihmojnë me tretjen dhe luftojnë pagjumsinë. Kokrat e bardha të qepës së njomë dhe bishtat e saj të gjelbër janë fantastik, sidomos kur përdoren në mjekësinë alternative. Qepët e njoma përdoren për të luftuar të ftohtin, për të pastruar traktin respirator, ato normalizojnë tensionin, rrisin oreksin, ulin kolesterolin dhe luftojnë infeksionet dhe bakteriet. Ndaj konsumi i tyre në dietën tuaj do të jetë një plus i mirë për shëndetin e përgjithshëm. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të